të flasim për 8 dhjetorin, por edhe për protesta që ka zhvilluar sot Rinia Demokratike. Me mua në studio është Afrim Kresniqi, analist politolog. Mirë se erdhët në studio. Bravo. Zoti Kresniqi, si e pat sot protestën e Partisë Demokratike, në fakt të Rinisë Demokratike ishin 4 të organizuar përpara gjithë institucioneve ku kjo rini le të themi shikon që ka më shumë problematik. Ishin përballë kryeministrisë, ministrisë së shëndetësisë, ministrisë së arsimit e të tjerë, dhe ndërkohë pati dhe një mbyllje, le të themi, në qytet studenti. Themi një rrugtim që të kujton atë të viteve 90 në një farë mënyrë, një simbolike përdorur kjo, me çfarë qëllimi sipas jush? Se pari nuk pasha si dhe lidhje midis dhjetorit 90 asaj çfarë ndodhi sot. Sot është një parti politike, ka një aktivitet politik dhe ka zgjedhur një agjendë e cila i shkon më shumë aktualitetit politik dhe agjendës dhjetore se sa asaj çfarë ne mbajmë mend nga viti 1990. Është një përpjekje e PD-s për të testuar strukturat në prag fushatës elektorale. Dhe në këtë lloj këndvështrimi mendoj që ishte lëvizje politike, e mençur në aspektin që provoi nëse të rinj të mlidhen, provoi për dhënë ata që quhet mesazhe politike, zolli ça ministritë të cilat janë për momentin fokus sulmi, por nuk janë, ministritë të cilat praktikisht janë në atë që quhet kupola lartë akuza për korrupsion, por janë zgjedhje politike të momentit që kanë shpjegim vetëm për momentin. Dhe në këtë lloj këndvështrimi mendoj që në kuadrin e një partie ishte normale. Në kuadrin e Shqipërisë nuk besoj që ishte as lajm i rëndësishëm. Megjithatë, le të themi u përdorën edhe slogane që janë përdorur në vitet 90, ju thoni që nuk ka asnjë lidhje për shumë arsye këtu, besoj për faktin se rinia atëhershme kishte një tjetër fuqi. Megjithatë, nuk duket se i ka ikur koha kësaj mënyre të protestuarit, le të themi, ose përdorimit të këtyre sloganeve që tashmë duken të vjetra dhe mendoni se kanë vërtet ndikim? Se pari partitë shqiptare nga që nuk kanë, mundësi për të identifikuar vetën e tyre në politikë, dhe zakonisht partitë do duhet veprojnë në parlament, do duhet propozojnë ligje, do duhet kenë platforma, do duhet kenë tribuna publike ku të rreqin qytetarë dhe propozojnë alternativa, dhe në mungesë tyre kërkojnë mekanizma të tjerë, dhe mekanizmat e tjerë janë përdorimi i atyre që quhen ngjarjeve historike në funksion ditës. Për shembull, nëse ne bëjmë një krahasim, e Majta përdor 29 nëntorin në mënyrë maksimale, gjë që praktikisht nuk ka lidhje me asgjë çfarë do duhet synonte një parti socialdemokrate e shekullit 21. Kurse Djata përdor dhjetorin edhe si credo për të thënë që jemi pasues të asaj dhe një lloj fryme që përfaqësonte në dhjetorin 90. Në fakt dhjetori 90 nuk ka lidhje me aktualitetin e sotëm politik, dhe nëse ka gjë për cilën sot do duhet diskutohej, edhe kur përmendet ajo parulla famshme liri demokraci ose e duam Shqipërinë si gjithë Europa, jo kujtimet, jo sloganet, jo mizaskenat pro dhe kundër, apo vajtja e ekstrem, injorimi, por do duhet të shikojmë nëse është një datë ku na lejon të shikojmë nëse gjërat kanë shkuar mirë, nëse mund të rregullojmë gjë dhe për të reflektuar me idenë që të zhvillojmë një Shqipëri e cila i shkon përshtat atij slogani. Shqipëria është shumë larg atyre sloganeve, as ti slogani dhe asaj prishmërie që patën brezi i vitit 90, dhe përgjegjësia kryesore është e aktorëve kryesorë politik. Nëse partitë duan bëjnë diçka që t'i ngjasojë dhjetorin 90, le të bëhen demokratike nga brenda, dhe këtë do ishte një kontribut që ata do jepnin edhe për veten edhe për shoqërinë, gjë që nuk ndodh në kushtet aktuale. Dhe dua sot të shpreh një lloj kritike publike dhe gati një mosdagorësi proteste se si është e mundur që dita kryesore e rinisë, dita e cila në gjithë historinë e Shqipërisë ka pak data kur elitat kanë marrë vendime, dhe dhjetori 90 është dita e vetme në historinë tonë, pas pavarësisë kur elitat kanë marrë një vendim. Ne kemi pas Hadji Qamil, kemi pas luftë të brezave të ndryshëm, kemi pas përleshje ushtarake, kemi pas data nga më të ndryshmet, por është e vetmja kur intelektualët dhe rinia dolën protest dhe kur pas një vrarë arritën të ndryshojnë një sistem politik dhe të ofrojnë diçka për cilën nuk kërkuan të jetë trofeu i tyre, po ishte trofeu për shoqërinë dhe ata u kthyen pas 3 ditë në shtëpinë e tyre. Dhe si është e mundur që kjo ngjarje kaq me rëndësi morale, etike, të injorohet tërësisht nga struktura vendimmarrëse në Shqipëri? Sot asnjë institucion zyrtar, që nga Presidenti i Republikës, Qeveria, Bashkia e Tiranës, apo të gjitha institucionet e tjera, përfshirë Ministrinë e Arsimit, Ministria e Rinisë, ose strukturat e tjera të cilat kanë një lloj lidhje direkte dhe kanë një përgjegjësi publike, nuk bën asgjë, nuk u kujtuan asgjë dhe nuk treguan as minimumin e respektit për atë ngjarje dhe për atë lloj trashëgimie që ajo ngjarje ka lënë. Sepse e lidhin direkt me Partinë Demokratike, mbase kjo është e marrin si, le të themi, si fitore të Partisë Demokratike dhe jo të tyre. Edhe pse ajo është një ngjarje historike që ka ndryshuar rëndësisht, le të themi, historinë e vendit. Nëse unë them që njëra palë bën gabim që përdor të dhjetorin për vete, pala tjetër bën gabim që injoron dhe mundohet t'ja kaloj palës tjetër. Të dhjetori nuk i përket asnjë partie, pavarësisht se një numër i madh individësh të cilët kanë qenë në ato vite, janë kaluar, në partitë caktuara politike, po sot nuk gjykohen me ku ke qenë, sot gjykohet çfarë ke bërë 26 vjet. Nëse ti ke një CV profesionale, ke një CV politik, ke një bilans politik pozitiv, atëherë duhet të jesh krenar. Nëse nuk e ke këtë gjë, atëherë duhet të jesh minimalisht kokulur përpara atij brezi dhe përpara asaj ngjarje.
Ndërkohë, opozita le të themi në të gjitha deklaratat e saj, por edhe sot të rinjt i mëshojnë ides ose flasin me argumenta, le të themi që problematikat e viteve 90 janë ende sot, duke treguar që në 26 vite, le të themi, jo vetëm asnjë qeveri nuk ka bërë asnjë hap përpara, sepse fakti që vetë të rinjt thonë që ne duam Shqipërinë si Europa, këtu i mëshojnë dhe faktit për antarësimin e Shqipërisë për çështjet e integrimit, por edhe punësimin, varfëria, të rinj që largohen etj. Ju ndërkohë pa dashur të bijmë në krahasim, as të rikthejmë në kujtime. Si e shikoni këtë rrugtim të Shqipërisë në 26 vite? Unë nuk mendoj që është bardhëzi, unë mendoj që Shqipëria ka bërë përpara, ka bërë progres në shumë fusha, ne sot kemi institucione demokratike, kemi mundësi, po themi, për të referuar kushtetutës së ligjeve, kemi mekanizma mbrojtje, kemi sistem përfaqësues pavarësisht me problematika, kemi liri organizimi, liri tregu dhe liri shprehje, të cilat janë elementë të cilët as nuk mund të imagjinoheshin përpara 26 viteve në Shqipëri. Dhe gjithë këto elementë tregojnë që gjërat nuk kanë qenë tërësisht zi, por problemi i madh ynë është ne duhet të matemi me atë çfarë ne kishim nevojë për të pasur dhe atë çfarë kishim potenciale për të arritur. Dhe nëse ne krahasojmë me këtë, Shqipëria shumë pas dhe përgjegjësia është e saktë, do thotë ju adresohet atyre individëve që kanë qeverisur dhe kanë marrë vendime në emër të popullit shqiptar gjatë këtyre 26 viteve. Edhe kur ne krahasojmë atë ëndrrën europiane, ndoshta brezi i vitit 90 ishte deti ku utopist dhe kur thoshte Shqipëri si Europa, nuk thoshte Shqipëri në BE, sepse BE nuk ekzistonte, në atë kohë ishte TPE-ja dhe ishte një strukturë krejt tjetër, por ideja që të jetë një shoqëri e lirë, e hapur, e barabartë me tjerët, me shanse dhe me mundësi. Shqipëria sotme nuk është e tillë, po mund të bëhet. Dhe, po themi, përpjekja për të, kur jenë pushtet, për thënë jemi ditët më të lumtura të Shqipërisë, dhe kur kalon opozitë për thënë janë ditët më të këqija dhe anasjelltas, është përpjekja praktikisht e Kalas Rëzafës, që prish, po themi, punon një ditë dhe prish natën, dhe kjo është ajo çfarë nuk i duhet Shqipërisë. Shqipëria ka nevojë për disa kompromise politike në reformat kryesore, Shqipëria ka nevojë për një lloj tolerancë në komunikimin politik, Shqipëria ka nevojë për pas aksionet përbashkëta në gjëra që lidhen me integrimin dhe Shqipëria ka nevojë për politikanë të mençur dhe vizionar. Katër kategori që fatkeqësisht i mungojnë aktualisht klasës politike. Ndërkohë sot Lulzim Basha le themi në një farë mënyrë e shfrytëzoi edhe këtë event dhe këtë vëmendje le themi publike për të treguar që Partia Demokratike kërkon një hapje ose për më saktë për të treguar që Partia Demokratike do të bëjë përpjekjet e saj për larg modelit të vjetër ose larg modelit Berisha si quhet tashmë. Ju mendoni se Lulzim Basha është lider i duhur për ta bërë këtë dhe është në rrugën e duhur le themi? Mendoj që PD-ja është e kurrëzuar, do thotë rruga vetme që i ka ngelur dhe duhet ta bëjë është hapja me çdo kusht. Një opozitë e cila shkon në zgjedhje parlamentare pas 6 muajsh, e ka të pamundur, është pa sens nëse nuk arrin të hapësh ndaj grupeve të shoqërisë dhe ndaj grupeve të cilat përbëjnë pjesën kritike, po dhe ndaj qeverive, por që kanë edhe lidhje me identitetin politik kësaj partie. PD-ja vitet e fundit ka qenë një parti shumë e mbyllur, edhe në aspektin e vendimmarrjes, në aspektin përfaqësues dhe simbolizuar nga individë të cilët kanë një bilanc negativ qeverisin karrierën e tyre politike. Nëse shkohet me këtë kapacitet në zgjedhje, atëherë është e kot, praktikisht zgjedhjet janë të humbura para se të hysh në ato. Nëse kërkon një hapje, nëse kërkon një koalicion vlerash, nëse kërkon, po themi, individë të cilët duhet të respektohen për atë çfarë thotë, do duhet të ketë akte konkrete. Unë personazhe shumë pozitive, si Majta, si Djathtas, përpjekja për kryetarëve të partive për të ushtrirë drejt rinisë, ose për sjell figura të reja, sepse nuk mund vazhdohet me 26 vjet me të njëjtat figura, kur ne jemi ngritur në vitin 90 kundër sistemit komunist, që ruan të antarë të byrosë politike si antarë përjetshëm. Dhe nuk mund të krijojmë të njëjtin model. Kështu që çdo hapje është pozitive, por hapja nuk vlen në aspektin numerik, hapja vlen në sistemin e meritës, në standarde dhe në vlera morale. Elementë të cilët i mungojnë. Edhe platformës shprehur nga PD-ja tani i munguan dhe platformës shprehur nga zoti Rama në aksionet e vitit gjatë këtij viti, po themi, në pranverën e këtij viti në qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Dështoi zoti Rama në përpjekjet për të arritur atë që ai premtoi, rritjen e antarësisë në 150.000, dhe ne pam që një deputet, i cili kritikoi atë në mënyrë publike, u përjashtua nga strukturat. Ne shohim tek PD-ja që deputetët liberal, të cilët përfaqësojnë figura të pakomprometuara dhe nuk kanë asnjë akuzë pas tyre, nuk kanë hapësirë shprehje dhe përfaqësimi. Ne shohim që strukturat e palëve nuk mblidhen, nuk marrin vendime. Ne nuk shohim një vend ku diskutohen idetë, po ne shohim fjalime, shohim lider që flasin dhe shohim turma që flasin, po themi përshëndetin emër të liderit dhe thrasin emrin e liderit. Kjo nuk është Shqipëria që ne kemi nevojë, kjo nuk është demokracia që ne kemi nevojë, dhe kjo është sjellje parademokratike, nuk lidhet me standardet që këto parti dëshirojnë të kenë ose përpiqen të shesin publik. Nëse do të bësh një parti vërtet demokratike, ka një kriter: kaloje vendimarrjen tek antarësia.
hap strukturën dhe respekto mendimin ndryshe. Nëse këto do ndodhë partinë shqiptare, atëherë edhe çështja e dekriminalizimit do zgjidhej, edhe çështja e informalitetit politik do zgjidhej, sistemi do bëhej më përfaqësues dhe njerëzit do kishin shpresë se dita e njëjtë nuk është ditë merri në parlament, por është ditë normale e vendimarrjeve të njerëzve të zgjedhur me mandat qytetar. Pastaj nuk do të përbënte as lajm. Megjithatë, ku gabua, le themi prej fillimit nisi kështu, u ngrit në baza të diktaturës ky sistem demokratik apo u deformua gjatë rrugës? Unë po ju them në aspektin profesional, për shkak se njerëzit kanë prirë, në para majta fanatike, jo majta politike, majta fanatike cila nuk e pranojnë ndryshimin e sistemit, është munduar gjithmonë që deri diku të baltos periudhën e dhjetorit. E djata ka shpërdorur aq shumë sa edhe disa individë të cilët kanë pasur konotacion pozitiv praktikisht janë zhgënjur prej saj. Në fakt sa më shumë kalojnë vitet dhe sidomos pas një dekade të ardhshme, me siguri ne do jemi dëshmitar të një procesi historik reflektimi dhe dhjetori do marrë shumë tepër vlerë se sa ka sot, ose sa ka pasur para 10 vitesh. Pse? Sepse njerëzit do arrin të kuptojnë, të bëjnë diferencën dhe brezat do arrin të shikojnë gjërat krejt ndryshe. Çfarë kishte mangut Shqipëria vitit 90? Nuk kishim elitë politike perëndimore. Ne nuk kishim disidencë, nuk kishim individë të cilët e njihnin perëndimin. Ne kishim një shtresë të mesme të Partisë Punës, e cila kundërshtoi pjesën e lartë Partisë Punës dhe vendosi të kalojnë në partitë e ndryshme opozitare. Asnjë nga partitë e para politike nuk është krijuar nga disidentët, nuk është krijuar nga përndjekurit politik dhe asnjë prej tyre nuk përfaqëson të tërësisht frymen dhe atë po themi optimizmin ose idealizmin që pati lëvizja studentore. Ishin klasat e nënpunësve, klasat e aparaqisëve, klasat e burokratëve të cilët u shpërndan në parti dhe krijuan një sistem që gati është një sistem i Partisë Punës, po i shprehur në shumë parti politike. Vendimarrja dhe struktura gjatë tyre viteve e funksionimit, vendimarrja politike dhe struktura e funksionimit ka qenë e njëjtë me Partinë e Punës. Dhe mungesë plot tolerancë ndaj mendimit kundër dhe kulti i individit. Ne rrëzuam në verin dhe byron politike dhe ne në fakt ngritëm 126 byro të reja politike, asaj numri partive dhe 126 lider. Dhe unë vetën po themi me një lloj po themi dileme publike që nëse këta lider të tranzicionit do kishin qenë kohën e Enverit, do ishin si Enveri. Dhe kjo është fatkeqësi për këtë vend. Ne kemi nevojë për udhëheqës të hapur, për njerëz të hapur, por njerëz të cilët nuk i udhëheqin turmat për pushtet personal, po i udhëheqin turmat për të bërë qytetar, mund të sakrifikojnë pak pushtet, mund ngelin shumë vite në opozit, po i bën mirë këtij vendi. Ata kanë bërë të kundërtën. Ata kanë ushqyer turmen me ushqim dhe kanë përgatitur një popull turm, një popull që i pull dorën liderit, që bëhet liderin, që ndjek nga pas liderin, që është i gatshëm të hidhet në zjarr për liderin, dhe kjo është ajo çfarë nuk do donim të kishte Shqipëria, dhe për mua është çelësi kryesor i dështimit të tranzicionit. Nëse e lidhim këtë edhe me problemin e pronës, i cili është një problem i trashëguar edhe nga periudha komuniste, unë po i marr një aspekt i cili nuk përmendet shumë. Ne sot patëm me OSB-n një takim ku u fol me të rinjt e juridikut, studentët e juridikut për të kaluar në komunistë dhe nevojën e reflektimit. Nga viti 60 ne hoqëm sistemin e drejtësisë, Ministrinë e Drejtësisë. Hoqëm sistemin e vlerësimit pronë, noter, avokat dhe struktura të tjera. Dhe ne e kaluam pronën pa autor, pa pronar, pa adresim, pa dokumenta. Dhe duke humbur këtë ne humbëm lidhjen me memorin tonë dhe lidhje me çfarë na lidh në këtë vend dhe në konceptin individual, pavarësisë individuale. Dhe prandaj ne jemi prej 26 vitesh peng të një ligji konsensual vitit 91 që në atë kohë u konsiderua pozitiv, por ku tregoi që ishte po themi një faktor destabilizues për gjithë ekonominë tonë dhe për marrëdhënien në familje dhe në shoqëri. Këto janë elementet të cilet Shqipëria bën do themi dallim nga vendet e tjera dhe nuk po arrin dot të dalë nga kjo situatë. Është fatkeqësi që nga palët politike është më fajtore se tjetra? Flas këtu Partia Demokratike, le të themi, ndezi shumë ëndra të shqiptarëve, ishte ajo partia e shpresës, ishte partia që gjithë e shikonin që do sillte ndryshimin, do sillte Europën, do sillte pluralizmin e të tjerë. Këtu flas edhe për liderin Berisha, dua të them gjatë gjithë kësaj rruge, a mund kishte vepruar ndryshe, qoftë ai, por qoftë edhe liderët e tjerë të majtës? Unë mendoj që secili prej tyre ka pasur informacion, ka pasur mundësi, ka pasur këshilltar, ka pasur ekspertizë ndërkombëtare të gatshme, ka pasur mbështetje financiare ndërkombëtare për vepruar krejt ndryshe nga që është vepruar. Shumica kanë zgjedhur rrugën e shkurtër, rrugën e pushtetit. Nëse ne marrim diferencën e madhe midis retorikës kur jeni opozit dhe ditës kur vjen pushtet, dhe kjo ka ndodhur dhe midis ditën e majtë djathtë është si nata me ditën. Do thotë kjo klasë politike ditën që kapet pas pushtetit nuk e lëshon më atë dhe e identifikon veten me shtetin, me Shqipërinë dhe me gjithçka tjetër dhe me gjërat pozitive të vendit dhe mendojnë që gjithçka çfarë ata thonë dhe bëjnë është urdhër, është kushtetutë, është fjala e Zotit në të vend. Kjo vjen nga brezi i edukuar i vitit 67 i revolucionit kinez dhe gjithë elita jonë politike është produkt i revolucionit kinez, i njerëzve të cilët atë quhet njeriu i ri, njeriu i ri i cili është i gatshëm bëj gjithçka në funksion partisë dhe të pushtetit, duke eliminuar, duke menjanuar tërësisht sa vlera morale që kanë qenë thelbi i kësaj shoqërie në vitet përpara, po sidomos përpara luftës së dytë botërore.
A kemi në shpresa për të prodhuar si shoqëri një lider vizionar? Flas këtu si po edukohen të rinjt? A mund të kemi, le të themi, pas sa vitesh të paktën se deri tani për momentin shpresat janë shuar për një lider vizionar për atë që ju flisni, që të vendos pushtetin në mënyrë sekondare dhe të mendoj për një Shqipëri në zhvillim, të mendoj për ta zgjeruar atë dhe për ta bërë një vend. Unë besoj shumë që nuk do presim që një ditë të na lidh një mesi nga ne dhe të na shpëtojë. Unë pres që dy gjëra mund ndodhin. Spari që të ketë një rotacion elitash në Shqipëri. Do thotë brezi atyre që ka studiuar në Perëndim, të ketë mundësi për të integruar në Shqipëri, gjë që nuk ka ndodhur dhe ata njerëz të krijojnë një lidhje solide me Shqipërinë, të bëhen familjar, të punojnë në struktura, të krijojnë një përparësi financiare dhe profesionale dhe të arrijnë të mendojnë për vendet. Dhe dyta, të krijojmë një bazë solide të shtresës mesme në Shqipëri. Na mungon tërësisht. Ne kemi një pakicë të pasur dhe një shumicë e varfër dhe na mungon pjesa e garancisë, shtresa e mesme, biznesi i vogël, njerëzit të cilët bën pavarur nga qeveritë. Nëse ne do arrijmë të krijojmë të dy baza, këto janë baza kryesore mbi të cilat lidhin lëvizjet liberale, lëvizjet socialdemokrate, të cilat në thelb janë edhe majta e djatha që ka nevojë të ketë Shqipëria. Dua dhe një koment për një sondazh që është kryer para 2 ditësh në mos gaboj, që 42% e shqiptarëve le të themi kërkonin rikthimin e sistemit komunist. Ose mendonin se ai sistem ka qenë më i mirë se sa ky që është sot? Unë kam lexuar me detaj dhe kam qenë pjesë dhe prezantimit kur u bë nga OSBE dhe ambasada gjermane. Në fakt, për mua ai material vlen nga aspekti studimor, një bazë e mirë nga ku mund të reflektojmë dhe mund të nxisim politika shumë mirë në Shqipëri nëse dikush do ta lexojë dhe ta reflektojë. Ai tregon që ne kemi dështuar 26 vjet për ta trajtuar të kaluarën, ne kemi bërë në mënyrë vullnetare, e kemi bërë në mënyrë militante dhe kemi bërë sa herë që ka fushat elektorale dhe nuk kemi arritë kemi një politikë standard, institucionale dhe të vazhdueshme. Së dyti që ne nuk po edukojmë brezin e ri, nuk po arrijmë të t'i tregojmë ç'ka ndodhur në atë periudhë, por kemi larguar tërësisht nga memoria duke harruar që e kaluara po na drejton sotme. Domethënë ne jemi në gjithë qenjen tonë pjesë të kaluarës në formim, në strukturë dhe ekonomi. Dhe së treti, njerëzit e zhgënjur në demokraci, në çdo vend ka ndodhur i njëjti fenomen, përfshirë Shqipërinë, janë të prirur që sot të lavdrojnë kaluarën nëse duan të kaluarën, po si protestë ndaj situatës sotme. Edhe ky sondazh, pavarësisht këtyre headline negative që bërin media, në fakt kishte një parametër në fund fare. Kur pyeteshin të gjithë qytetarët që ishin pak kënaqur me element kur i thuhej që është më i mirë sistemi sot, ama për kaluar 85% ishin dakord që sistemi sot është më i mirë. Dhe absolutisht sistemi sot me gjithë defektet, me gjithë nivelet e zhgënjimit, korrupsionin, krimet, e gjitha elementet negative që ne kemi, është i pakrahasueshëm me një sistem ku shteti të vret për bindjen e tënde politike dhe për shkak të asaj çfarë ti ke në familje. Është i vetmi sistem që ka vrarë individin përpara asaj të hyjë në jetë, duke i konsideruar qytetarët si kriminal në momentin që ata kanë lindur për shkak të atësisë, për shkak të lidhjeve familjare etj etj. Dhe ky sistem është i papranueshëm për Shqipëri. Kështu që nuk e shoh me shqetësimin e enverizmit, sa shoh me idenë që po krijojmë një shoqëri pa identitet dhe pa vlera dhe ky lloj zhgënjimi nuk po arrim t'i japim përgjigjen e duhur me platforma konkrete. Zë Kresniqën, falenderoj që ishit në studio. Faleminderit.